Ftesa për t'u takuar që ja bëri ish bashkëshorti 51 vjeçarës nga gadimja e epërme e Lipjanit rezultoi të jetë një plan për ta vrarë atë. Ndonse kishte urdhër mbrojtës për Kosovar Elshanin, ai vendosi të shkojë deri tek shtëpia ku banonte ajo dhe me të dalë nga vetura kishte nxjerrë sapatën dhe kishte goditur në kokë e në duar atë. 51 vjeçarja kishte dalë së bashku me motrën dhe reagimi i një kalimtari të rastit kishte ndaluar të dyshuarin i cili menjëherë u arrates. Gruaja ishte dërguar në qendrën e mjekësisë familjare në Gadime për trajtim. Pacientja tha me ka pas një plagë të madhe në pjesën e pasme të kokës, që sipas dëshmitarit që ka qenë aty na ka treguar që e ka marrë domethënë një goditje me një sopat, që treguohet nga ishvuri i saj. Edhe lëndime tjera ka pas edhe në pjesën e shplagës dorës, këtë pjesë të dorën e djathtë. Ambulanca nuk është vënë, ka ardhur më një herë. Trajtimin përveç pashimit ka marrë pak disa trajtime të vogla këtu në ambulantën tonë, edhe pastaj ka vazhduar punën tjetër emergjencë. Ai tregon se gruaja ishte e vetëdijshme, por rasti mund të përfundonte më keq nëse nuk do të reagonin kalimtarët. Përgjithsisht ka qenë kalimtari, si tregon motra e zonës së sulmu. Kalimtari ka qenë së bashku me një kalimtar tjetër që nuk ka qenë këtu. Kanë qenë dy persona. Fatmirësisht kanë qellu ata dhe personi që e ka sulmu zojen është ndalë dhe është largu. Në rast se nuk ishin kon ata, besoj që i shkon me fatalitet. Shqyqër zotit zoja është mirë, besoj që ka me kon edhe ma mirë, trajtimet i ka marrë duhra. Në mesditi dyshuari për tentim vrasje u arrestua, por institucionet nuk dhanë asnjë detaj për rastin. Për urdhërim mbrojtës që ka pasur aktiv i njëjti, policia e Kosovës tha se duhet i drejtohemi prokurorisë themelore, ndonse të njëjtit janë kompetent për mbikëqyrjen e tij. Nga prokuroria themelore në Prishtinë e nga gjykata në Prishtinë nuk kanë treguar se për çfarë rasti është lëshuar urdhëri mbrojtës. Për këtë kanë reaguar edhe nga rrjeti grave të Kosovës, të cilët e kanë quajtur shqetësuese ngjarjen, që sipas tyre rasti është dëshmi se si nuk zbatohen urdhërat mbrojtës dhe shfaq dështimin e institucioneve përgjegjëse.